Arber Shytani, një trajner i njohur i futbollit shkodran, keni humbur një shok, një koleg, një mik të fushës së sportit si Arvio Fishta, një humbje e madhe për ju shoqërinë e sportit, por edhe për gjithë Shkodrën. Them drejtën, po, ishte një lajm shokues, mund të them. Në shpreh mushtrimet e mia familjare për humbjen e një tyre më të dashur. Sigurisht që ishte një humbje shumë e madhe edhe për gjithë ne, cilët e njoftëm dhe e kishim pjesë të përditshmërisë tonë me gjithë energjinë pozitive si kishte si djalë. Sigurisht që unë kam pas disi edhe afërmitet disi më të madh edhe për vetë aktivitetin si ne kena pas përbashkë qysh të ekipet e moshave, ku ishim pjesë e ekipeve zinxhirit vllaznisë, që nga trit me trajner Fred Boshin, edhe në vazhdim tek ekipet e rritura, pavarësisht se ai e ndërpreu disi shpejt karrierën e tij sportive për ta vazhduar pasionin e tij në fushën e trajningut, ku edhe aty ishim kolegë të Delnia Shkodrane apo të AD Velipojës, kështu që them drejtën është një humbje e madhe për të gjithë ne. Fishta krahas vllaznisë ka pasur rastin të luajë edhe me disa skuadrat e tjera të Shqipërisë, qoftë në superiore dhe kategoritë më të ulta. Si ishte në fushën e sportit si portier, dhe pas edhe si trajner? Po, them drejtën, karriera e tij ashtu sikur se filloi shpejt, edhe përfundoi shpejt, mund të them kështu, sepse që në moshën 17 vjeçare debutoi në Superligë me Laçin, kishte një periudhë tjetër me Kastriotin dhe me disa ekipe në kategori të parë, por edhe po ashtu sikur se thash edhe herë, cilësitë e tij ishin të mira, por ai zgjodhi rrugën e shkollimit edhe të përkushtimit nga familjes, ku u diplomu në degën e psikologjisë, profesion cilin e ushtroi për 11 vitet e fundit, ku unë pata fatin ta kem kolegë të drejtën, ku punojmë në jetë institucion arsimor. Dhe ju përkushtu maksimalisht familjes, ku të drejtën ishte një prind shembullor, një bashkëshort shembullor dhe një familjar model, mund të them kështu, dhe një qytetar model, ku mendoj se humbja e tij ka pas ndikim dhe është përjetuar nga çdo njeri që kishte fatin ta njohin jetën e tij të shkurt. Me pas edhe në rolin e trajnerit të portierave në disa skuadra që ju keni pasur bashkëpunime shumë të afërta, qoftë me Delmin Shkodrane, por edhe tek skuadrat e tjera. Po, them drejtën, pasionin e tij që e kishte për futbollin, cilin thash e ndërpreu shpejt futbollin e lujtën. Për arsye dëmtimit, po, ai e vazhdoi në fushën e trajningut duke u licencu në kurset e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe duke ushtruar këtë profesion për disa vite me grup moshat e Shkodrës me shumë pasion dhe profesionalizëm, po ashtu edhe me ekipet e parë si AD Velipojës apo edhe me Tërbunin e Puks. Kështu që besoj se edhe komuniteti i sportit ka humbur një njeri pasionant dhe një profesionist të mirë. Arber Shytani, faleminderit për këto mendime që dha për kolegun tuaj, ngushëllime për humbjen e kolegut tuaj më të afërt. Faleminderit, them drejtën, humbja e tij është një humbje e madhe për gjithë ne, por gjitha këto që unë thash dhe shumë tjera do të na bëjnë që ne ta kujtojmë gjithmonë si një njeri model dhe si një djalë kampion.